Ne njohim forcën e Walesit, e dim çfarë kundërshtarit kemi përballë, e dim që pretendimet që ka Walesi në grup dhe pretendimet që ka edhe masi të kalojnë grupin. Megjithatë ne po bëjmë përpjekjet tona që të arrijmë bëjmë një përfaqësim sa më dinjitoz normalisht atje, po të pretendojmë të marrin diçka, sepse ndoshta atë ku mendohet që kundërshtari është shumë i fortë, ndoshta na del më lehtë për të marrë një rezultat pozitiv që ne e presim realisht. Po ne realisht përveç që ne s'kemi edhe Almahilin mungesë, normalisht kemi edhe Ndrina Lezajn, kemi mungesa, nuk është se nuk kemi mungesa, por ne dim që forca e këtij ekip është grupi, edhe grupi edhe ka nevojë për këto lojtarë cilësore që na mungojnë. Por edhe me rikthime që kemi, edhe sidomos shumë e rëndësishëm që edhe bërja e pasaportës me listë, besoj që do na ndihmojnë sepse forcohet grupi, forcohet konkurrenca dhe normalisht kur ke konkurrencë dhe kur ke një grup të fortë pretendon për rezultate më të mira.